Shoqata Medvegja rinis veprimtarinë e saj humanitare dhe kombëtare. Në selinë e shoqatës humanitare Medvegja, në fullit të Zvicrës, u mbajt kuvandi rregull zgjedhor, një ngjarje me rëndësi të veçantë për diasporën nga Medvegja dhe më gjerë. Në këtë kuvend antarët dhe veprimtarët të shoqatës votuan për kryesinë e re dhe kryetarin, duke shënuar një kapitull të ri në jetën misione e organizatës. Siç mësojmë nga Helvetic Art Forum, kuvendi u mbajt me pjesëmarrjen e 40 veprimtarëve nga diaspora, të cilët përmes një procesi demokratik dhe transparent shprehen vullnetin e tyre. Pas numërimit të votave me shumë pince për kryetar të shoqatës u zgjodh Medvegja, zoti Zenel Neziri, njerëz dhe kryetar nderi, personalitet i njohur dhe figurë emblematike veprimtarisë shoqatës. Në dekada, shoqata humanitare Medvegja ka një histori të gjatë të latishme veprimtarie. Zoti Neziri, së bashku me figura të shquara si Liman Selmani, ndjeri Musa Neziri, si dhe me veprimtar të palodhur si Ismet Selmani, Fadil Selmani, Shaban Selmani, Zenullah Namani, Sabia Bazi, Agim Sadiku, shumë tjerë kanë qenë shtyllat kryesore të shoqatës për dekada me radhë.